e këtij aktiviteti, që është aktivitet i ri, është kë. Deri përpara se lëvizja të vendoset të pas këtë strukturim, edhe këtë rritje të madhe, ne kemi pas mbledhjet e javës, që kemi marrë në zyre, edhe në atë mbledhje gjithmonë është diskutuar aktualiteti politik, kemi bërë analizë gjendjes aktuale, po aty kemi folur edhe për reagimin tonë karshi proceseve politike që po ndodhen. Tash një mbledhje e tillë për shembull, e cila është marrë pa kur farë kriteri, domethënë aty kanë marrë pjesë krejt aktivista, një mbledhje e tillë nuk mujna me marrë për arsye se ka tashmë pika e qenda në krejt Kosovën. E kemi bërë pa të arsyeshme në takim të tillë, ku për çdo javë ka me u trajtu ka një çështje e caktuar. Adonisi me Glaukun ka 2 muaj që i përcjellin temën e negociatave dhe temën e privatizimit. Sot kena me folë për çdo temë, po çdo të shtunë tash, domethënë aktiviteti jonë ka me konë, nashta mund mi thonë tema e javës, u ka me diskutu për një temë që është aktuale dhe që përbën domethënë shqetësimin kryesor këtu. Shpresoj që përveç ideja e kësaj është përveç që domethënë me konë na ma shumë në ngjarje me politikën dhe me çka po ndodh, edhe me diskutu këtu bashkë cilat mund me konë edhe reagimet tona, po edhe me i bo trajtim analitik krejt procesit. Atëherë po fillojmë, Adonisi ka negociatat, apo? Glauku e ka çështjen e privatizimit. Le ti prezantojmë këta përgjatë 2 muajve deklaratat e palëve krejt këto dhe masanej e hapim debatin muna me folë krejt për një. Qartë që shta dhe zgjimi, sot kemi diskutu për negociatat, për çështjen e privatizimit. 2 procese këto që për qeverin shihen si shumë të rëndësishme, kurse për popullin dhe qytetarin e Kosovës si procese shumë dëmshme, sepse përmes këtyre proceseve Kosova është u shkatru dita ditës edhe politikisht edhe ekonomikisht. Bisedimet mes Kosovës edhe Serbisë tashmë kanë filluar në Bruksel. Pushtetarët tanë këto arsyejtojnë si parakusht që ja paska vendos BE-ja Kosovës kinse për liberalizimin e vizave dhe për integrime. Na e dim se tashmë Serbia i ka vizat e liberalizume, që do të thotë se këta janë majtë në ata që pa i lidh raportet me Serbinë, raportet ndërfqinësore mi pas të mira, kinse Kosova nuk mundet mi liberalizu vizat. Serbia tashmë i ka vizat e liberalizume, që do të thotë se arsyeja për liberalizim, kushti i parë për liberalizim nuk janë marrëdhëniet e mira fqinësore, po është pikë pari sovraniteti, që Serbia e ka sovranitetin e vet, bile ka sovranitet edhe një pjesë konsiderueshme të Kosovës, e të Bosnës, domethënë edhe shtete tjera, a Kosova nuk e ka sovranitetin. Domethënë kusht për liberalizim të vizave nuk është dialogu me Serbinë, po është pikërisht sovraniteti. Arsyeja vetme pse po bëhen këto negociata është nevoja e Serbisë për mu integru në BE dhe gjithashtu nevoja e Serbisë nevoja e BE-s për me fut në gjirin e vet Serbisë në gjirin e vetë Serbinë, në mënyrë që me largu pak prej Rusisë dhe për indikimeve të politikës ruse. Fraza ma e shpesh që kemi dëgju kove të fundit prej Hashim Thaqit edhe prej krye negociatorës Kosovës, Edita Tahiri, është ajo që këto bisedime janë vetëm për çështje teknike. Nëse kthehemi pak mrapa dhe e shohim se si kanë fillu bisedimet në Vjenë atëherë, edhe ato kanë nisë për çështje teknike, po këtë e dim që kanë përfundu me çështje politike. Kanë përfundu delegacioni i Kosovës në fakt pej Vjenës u kthy me 5+1 komuna serbe, u kthy me trashëgimi kulturore të humbën dhe u kthy me një farë pavarësie të kushtëzume, cilën ata fillimisht deklaroheshin se statusi është i panegocueshëm, po në fund u kthyn me një pavarësi të kushtëzume, e cila erdhi si aneks në pakën e Ahtisarit, veç mas demonstratave gjithë popullore të vetë shkurtit. Kur fola për trashëgimin kulturore, duhet me përmend atë individin që i ka udhëheq ato negociata atëherë, që ka qenë Ylber Hysa,
i cili pak para këtyne bisedimeve tashme shkoj në Serbi edhe u krenu me ata që kom ardhur me pasaport Kosovës. Ta shtrohet pyetja pse Ylber Hysa mund me shku në Serbi me pasaport Kosovës përderisa asnjë qytetar tjetër i Kosovës nuk ka mujt me kalu atë kufi, as me pasaport Kosovës, pas me ata të mikët. Këtu shihet qartë se Ylber Hysa, do me thonë, asnjëherë nuk i ka bërë dëm Serbisë, ja ka dhonë trashëgimin kulturore të Kosovës, se në shkrimi i tij është në këta dokumente, përveç tjerash është edhe koordinatori i qeverisë Kosovës për veriun, gjë që deri tash nuk ka punu asgjë në drejtim, edhe ka shku në Serbi pak para negociatave në mënyrë që me na paralajmëru neve që domosdoshmërisht ka mu fol edhe atje për veriun e Kosovës. Ata sigurisht e kanë prit mirë në Serbi, me meza e rakisë ashtu kështu marakli është ai, kështu që për atë arsye e ka kalu me pasaport Kosovës, se jo që ka pas në funksion tjetër. Pak para fillimit bisedimeve, u vrejta e përçarja mes Jakupit edhe Hashim Thaqit. Tani, Jakub Krasniqi u mundu me kurzu Hashim Thaqin që nuk mund me shku në bisedime pa kalu rezoluta në kuvend. U thirr seanca e kuvendit, dul Hashim Thaqi i prezantoi ato kinsevijat e kuqe qeverisë, të umaj gjithmonë ata që nuk ka mu fol kur gjoja është pakës afisarit. Edhe e citoj një fjalit ti që e ka thonë, si jemi të partë që bisedojmë pas konfliktit, ne duhet të krijojmë miqësi të re dhe të mirë me Serbinë. Do me thonë për Thaqin nuk ka pas luftë, ka pas veç konflikt. Në konfliktin e dim që organizojnë rebelt, përderisa këtu ka pas një luftë të armatosur mbrojtje qytetarëve të Kosovës nga gjenocidi serb. Pas shumë debateve tasaj dite në kuvend, që ishin me 7 mars, do me thonë me 8 mars delegacioni i Kosovës veç ka udhëtu për Bruxelles. Atje u maj takimi i parë njoftues, që Kuperi e ka qujtë shumë konstruktiv përderisa ne e dim që në momentin kur janë ullë në dhomën ku e kanë marrë takimin, Stefanoviqi ka deklaruar që kemi ardhur këtu me bisedu për mi rregullu jetën e qytetarëve në krahinën tonë, Kosovë e Metohi, dhe qytetarëve tjerë të Serbisë. Do me thonë, në ato bisedime, sipas Stefanoviqit, na shihem si një minoritet i vogël mbrana Serbisë madhe. Në takim është diskutu për kadastrën, komunikacionin ajror, kryesimin e ceftës dhe vulat e doganës. Pas atij takimi ka dalë një artikull në Financial Times, në Angli, i cili edhe njëherë e ka vërtetu ata që Kosova ka qa me huk në këto negociata, përderisa Serbia ka që ka të fitoj akoma. Aty thuhet se pajtimi i parë vjen të vulat, që janë Republika e Kosovës, do me thonë Serbia insiston që vulat në dogana me qenë vetëm UNMIK akoma, ose mundet më gjetë një pajtim aty për me qenë Kosova, do me thonë pa Republikën, Kosova si term geografik. Pas këti takimi, do me thonë mes takimit parë edhe dytë në Bruxelles, ka dalë raporti ICG-s, i cili në farë mënyre e ka legjitimu sovranitetin e dyfisht në veri të Kosovës, dhe thotë se sovranitetin legal atje e ka Kosova, kurse sovranitetin faktik e ka Serbia. Një propozim që ka dalë për këti raporti ka qenë që veriut mi adhon një status special apo një lloj autonomie që rrjedhimisht Kosovën kish me bosi një Bosnjë 2, sepse dje që në Bosnë është ajo Republika Sërbe e Bosnës që e ka bo shtetin jo funksional Bosnjës. Po ashtu, përmes këtij propozimi tento që edhe Kosova shkoj në qatë rrugë, do me thonë bot një shtet komplet jo funksional. Ky raport është kundërshtu edhe prej subjekteve politike që janë negociata, po edhe prej atyre të opozitës. Normalisht, nëse kthehemi edhe njerë të negociatat e Vjenës, edhe atëherë raporti ICG-s i ka parashiku pak a shumë rezultatet,
se ku kanë thonë që do të ketë një pavarësi të mbikëqyrën dhe të kushtzuar në Kosovë, dhe Kosova nuk do të ketë ushtri. Qeveritarët e atëhershëm dhe grupi negociatorë kanë kundërshtuar shumë ashpër, duke thonë se statusi është i panegociueshëm, se Kosova do të jetë e pavarur e sovrane. E na e dim që ata ju kthy atjet me Kosovën e pavarur, po pa sovranitet që rritet e pavarur. Para raundit 2 të bisedimeve, Stefanoviqi i ka lëshu 2 deklarata për ato se çka kanë më diskutu në qatë raund atje, do me thonë për librat katastral edhe për energjetikën. Asnjë vend sovran i pavarur dhe demokratik nuk do të heqte dorë nga librat ANS, pasi kjo do të thoshte heqje dorë nga sovraniteti i vet dhe nga qytetarët, evidencimi të cilëve është në ata libra, ka thonë Stefanoviqi, që kalon me nënkuptu se sovraniteti preket pikërisht e ata libra katastrale, dhe kësaj deklarate të Stefanoviqit fillimisht Edita Tahiri ka thonë se është deklaratë politike, që s'është në tavolinë, po pas mbrana ditës, domethënë ka ndryshuar deklarata. Në mramje kur ka dalë pi takimit, ka thonë se ne do t'i pranojmë kopjet e librave ANS, pasi që edhe shtete tjera Ballkanit i kanë pranuar si tilla. Ajo çka thuhet në media këtu në Kosovë është muj me thonë diametralisht kundër me ato që apo ndodhen atje në Bruxelles, se shumica e deklaratave po cenzurohen. Para takimit parë atje, Stefanoviqi ka dalë dhe ka thonë që para takimit dytë, ka thonë se do t'i diskutojmë temat e raundit parë që i kemi pas, dhe do t'i shtojmë temën e energjetikës edhe të telekomunikacionit, në mënyrë që qytetarët tanë në krahinën tonë me mujt mi shfrytzu energjin prej kompanive serbe edhe me pagu, ashtu që takon, dhe me thonë mos me pas pengesa pej qeveris që e qunajt përkoshme të Kosovës. E kjo deklarat e kemi përcjellat natë në për media këtu, ka dalë vetëm se kinse ka thënë ai që do të bisedojmë në mënyrë që mi rregullu këto punë të energjetikës, ato nuk është përmend që ka thonë se për krahinën të Kosovës, do me thonë që akoma mahën në vjetrën. Pas këtij takimi, Edita Tahiri e ka othirë në komisionin për punë të jashtme në kuvend, edhe ju kanë bërë disa pyetje për kryetarit komisionit Albin Kurti, dhe antarëve tjerë të komisionit, ku kanë diskutuar gjëra gjatë për ato që apo bëhet në Bruxelles, edhe ju kanë kërkuar që mos sjell transkriptet dhe gjithçka që bëhet atje. Mirë po, Edita nuk e ju ka premtuar aty që kam ja u sjell, po nuk ja u ka sjell akoma, përveç se ja u ka sjell emrat e pjesëmarrësve që kanë qenë deri më tash në negociata atje dhe të ekspertëve që janë tu i ndihmu për mi bo këto negociata. Unë menoj që te kishëm pas në një qeveri të mirë dhe një udhëheci të mirë, që ky i shkon momenti më i mirë për Kosovën për me bo kërkesa qarta ndaj Serbisë dhe me vlu kushte Serbisë. Serbisë po i ngutet me hy negociata në mënyrë që me marrë statusin e kandidatit për BE. Me këtë rast, ne kishëm mujt me a imponu disa kushte Serbisë, cilat edhe janë parapa në rezolutën që e ka qunë kuvend lëvizja dhe vendosje, si që janë njohja dhe respektimi politik e faktik i Kosovës, dhe me thonë muhek Kosova pej kushtetutës Serbisë si krahin, vënja në vendet drejtësisë për viktimat, dhe me thonë kërkim falja, kthimit pagjeturve, etj. Të drejtat reciproke, dhe me thonë qysh trajton minoriteti sërb këtu në Kosovë, mu trajton minoriteti shqiptar atje. Nëse kishëm ja vendos këto kushte në Serbisë, edhe në rast se i pranon ajo, asnjëherë nuk duhet na me negocu me ata për rregullimin tonë të brendshëm territorial. Sepse që e dim, për shembull, negociatat vjen një nis me ata që e thash edhe më herët se pavarësi, sovranitet janë të panegocueshme edhe u kthyn me pakun e Atisarit, tash po shkojmë me mbrojtje të pakut të Atisarit, edhe sigurisht